që 5 vjetë luj futbol. Po unë e kom dorë gjithë futbolit. Le të fol, Blini. Unë e për mushës 4 e gjysë, që 5 vjetë luj futbol. Edhe që. Mirë shumë. Blini, po ta kaloj, ka se s'po t'leka shumë e fol. Kjo është Malas Drana, po? Tregon pak, do më thonë, keni fillu bashk futbolin, me ushtru, po kjo ka qenë maj vogël. Ti 2 vjetë maj madhë se Blini. Apo të gjëmë Blini gjatë ushtrimeve kështu, apo jo? Po, më le. A, mirë shumë. A më këllu me do ekipe pak më të mdoja, se kjo është maj madhë, e luk më të mdoja. Po të dy jeni me një klub futbolistik njëjtë? Po. Mirë shumë. Qka ju ka motivu me e zgjedh futbolin? Që doja, familja e lujnë futbolin, tani Krejt, na ka po të luj futbol dhe doja na ka motivu. I na registru më Gjellë të halës krejt. Po, pas këtë si tradit, po, në familje. Po të regomni, a lunin sulm, a në mbrojtje? Unë e mes fush luj. Po? Ka herë luj këtë pozicionet, po mas shumë të mes fush. Unë e lujnë sulm. Të i lunë sulm. Sulm i ma. Hajde të regomni drejt cili është pak ma i mirë se tjetëri. Ma i mirë, Unë e ma i mirë, a mos kësë është i keqë. Kjo ma i mirë, sën. Po, më pëlqenë që po të tu një ma i mirë, ma asë kësë është i keqë. A i ndimoni shumë jo një tjetërit gjatë stërvitjeve? Po. Shtu, kur shkoni në shpeja, bisedoni mandej për stërvitje, që ka ndodhë, që shkeni kalu, a keni pas në herë. Kur shkojnë në shpeja, masit i kry stërvitjet, veç lona hopok edhe apet me tëpë. A që shumë e do në futbolin? Ama të dy t'i keni synimet shumë të qarta, po gjatë mdhaja, me shku në Real Madrid me lujtë. Pse pikrisht Real Madridin e keni zgjedhë? Se i ka lejtorët më të mirët. Edhe trajnerët i ka të mirë. Trajnerët i ka të mirë. Të regom një pak sa herë një avë të ushtroni edhe apo ja o merë kohën shumë, apo i len johan është pak mësimet ajo? Kejtë. 4 herë një të ushtrojnë. Shtesë i kena 2 herë një, se 2 herë e kena morte. E kena kështu normal, tani 2 morte e e kena premte shtesë. kena kështu normal, a hole mërkuri shtesë. Kush do të marrë shtesë, i vjenë. Mirë shumë. A ndodhë për shembull gjatë ushtrimeve me u lodhë pak, edhe me thonë sot s'ka këna konë për ushtrime? Po ndodhë, se Ndodhë, ama ushtrime, mu dhe i stash jo. unë 2 herë në ashta. Mirë shumë. A ju ka randë njerë me lujtë me ekipe pak ma të mdhaja se jo? Po, ama i kena mujtë. Okej. Të regom pak cili është një prej lojtarëve që ju pëlqen mas shumë të juve? Për mu është Jude Bellingham. Për mu është Kylian Mbappé. Mirë shumë. As ju pëlqen Jamal, ja? Jo. Pse s'ju pëlqen? Me driblimet i ka të mira. Ka në ka? Driblimet. Edhe shujtin. Okej. Edhe ajo më pëlqen po mas shumë të Jude Bellingham. Edhe për Mbappé në që është i shpejt, e ka shpejtësin, edhe shujtin. Okej, disa prej karakteristikave ty në ju pëlqen dhe më? Po, Jude Bellingham i mu pëlqen që shkur se mund të upin heq. Veç pasën edhe jep gola mas Po shumë. duhet me konë bashkëpunus në futbol. E Messi dhe Ronaldo, a ju pëlqen se zakonisht kur bëhet kjo pyetja për futbolist, krejtojnë a Messi a Ronaldo? Ronaldo. Dytë Ronaldo, po se Real Madridin e keni zgjedh. Hajtë tërgom një pse ju pëlqen Ronaldo të dyve? Se është shumë i fort. Edhe që e E ka ka lutë Real Madrid. atë stilin që bën sy. Valla mu më pëlqen Messi ma shumë. Ja, Unë Messi njerë më konë me Ronaldo, tani me Messi, tash me Ronaldo. E pse po menoni që tash Ronaldo është ma i mirë se Messi?